Lulzim Fushtica. Përshëndetje ekipa. Te kamerat jeni moj. Përshëndetje për juve në studio dhe sigurisht për gjithë dëgjues dhe radarit, po jemi pikërisht tek rruga Gim Ramadani, saktësisht jemi tek njëra nga 54 lokacionet ku janë të vendosura kamerat e sigurisë në trafik në këtë projekt ky Policisë së Kosovës dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emergjencat kryeqytetit. Nga gjithsej 54 lokacione janë të vendosura 160 kamera, përmes të cilave Policia e Kosovës po bën edhe shqiptimin e gjoba në trafik. Për më na njoftu më shumë rreth monitorimit, po ashtu edhe lokacioneve se ku saktësisht janë të vendosura këto kamera, po ashtu edhe për gjobat që pranojnë qytetarët, mënyrën që i pranojnë me këmbë afër vetes Drejtorin për Siguri dhe Emergjenca, Lulzim Fushtica. Zoti Fushtica, faleminderit shumë që gjetët kohë me qenë me neve. Faleminderit, mirëmëngjesi të gjithë shikuesët dhe dëgjuesët e Radio Lugaxhinit, po sërish të emisionit Radar. Si po shkon procesi? Keni pas sfida gjatë rrugës? Procesi është realisht ky është një proces që ka filluar në vitin 2023, 2023-2024, edhe pse ka pas kërkesë edhe më herët, edhe nga Policia e Kosovës, drejtuar kryqëzimit që të vendosë sistemi kamerave, për fat të keq më herët nuk ka pas ndoshta gatishmëri që ky projekt të implementohet. Ky projekt ka filluar të implementohet pra në vitin 2024, mbasi që është përgatitur një projekt i detajuar dhe i bazuar në vlerësim të rrezikshmërisë që është përgatitur nga Policia e Kosovës, përkatësisht nga Policia e Kryeqytetit dhe nga Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca. Dhe në vitin 2024 kemi filluar me vendosjen e kamerave të para. Dhe deri me tani, pra deri në muajin dhjetor, kur ka përfunduar edhe faza e dytë e projektit, pra nuk është projekti i përfunduar, është vetëm një pjesë e të themi një projekti më të gjerë. Janë vendosur, si thatë edhe jo, afro 160 kamera në 54 lokacione, dhe kamerat e fundit që janë vendosur para javën e kaluar janë vendosur tek salla nitetori në Alt. Janë vendosur 3 kamera, pra janë të vendosur në pikat strategjike. Ky projekt është i ndarë në disa faza dhe implementimi i projektit varet nga vlerësimi i rrezikshmërisë dhe vlerësimi i nevojës që ka Policia e Kosovës dhe Kryeqyteti, në këtë rast Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca. Dhe fillimisht kemi filluar që kamerat në fillim të vendosen në hyrje-daljet kryesorë të qytetit, po të mbulohen hyrje-daljet pikat strategjike, janë vendosur kamerat janë vendosur në të gjitha udhkryqet kryesore, pra edhe ky udhkryq në rrugën Ramadani, pra tek ndërtesa komunës së vjetër. Janë vendosur në sheshet kryesore, në gjitha sheshet e kryeqytetit dhe në pikat pra ku ka pas rëndësi sipas vlerësimit të nevojave. Pra deri me tani, si thatë edhe janë vendosur ky numër i kamera, por do të vazhdojmë nga muaji janar të vitit 2026, janë të ndarë dhe mjetet buxhetore. Ky projekt deri tani ka kushtuar afro 1.3 milion euro. Do të vazhdohet me investime të tjera dhe qëllimi end result është që të vendosen 600 kamera në 200 lokacione. Më trego pak për pjesën e monitorimit. Kush e bën, si bëhet? Monitorimi ka filluar që të bëhet, me them, në mënyrë më intensive nga muaji i kaluar, kur janë vendosur kjo fazë e përfunduar, pra edhe mbas të ligjit mbi policinë në Enin 25, vetëm Policia e Kosovës ka të drejtë monitorimin e hapësira publike, në këtë rast edhe monitorimin edhe aspektet të trafikut, dhe këto monitorohen nga Policia e Kosovës, përkatësisht njësia e trafikut të kryeqytetit, dhe janë operatorët, zyrtarët që vendosin që monitorojnë kamerat 24/7. Ne si Radio Lugaxhin kemi raportuar ko pas kohëve sa i përket gjobave që janë lëshuar prej vendosjes së këtyre kamerave. Besoj ju keni bashkëpunim me Policinë e Kosovës, nëse mund të kemi disa informacione më të freskëta rreth asaj se sa janë gjobat, sa është numri i gjobave që janë shqiptuar deri më tani. Numrin e gjobave saktisht nuk di, se ky është një proces që vazhdon, por më thënë këto procese vazhdojnë dhe në baza ditore bëhet shqiptimi i gjobave. Dhe kjo është, pra po them, përgjegjësi e Policisë së Kosovës, por gjobat janë duke u shqiptuar. Pra se pas një të dhënë edhe më herët, pra afro 50-60 gjoba në ditë shqiptohen, do të varet prej të them, fluksit edhe probleme që i ka kryeqyteti, po kryesisht këto gjoba janë duke u shqiptuar dhe janë duke qytetarët këto gjoba i marrin nëpërmjet postës. Dhe ju shkojnë në adresë të shtëpisë. Do të thotë ju shkojnë në adresë të shtëpisë, po a kanë drejt qytetarët të ankesë? Ku mund ta bëjnë ankesën? Patjetër, çdo gjobë ka të drejtë të kontestohet dhe të ankimohet. Kanë të drejtë të ankohen edhe në Policinë e Kosovës, në Komisionin për Ankesa dhe Parashtresa, po kanë të drejtë edhe të drejtojnë gjykatës në rast se mendojnë që është bërë pa drejtë
në këtë rast. Sa transparente në këtë rast është qoftë policia e Kosovës? A mundën qytetarët me ardhur, po ato pamje, qoftë përmes fotografive? Pamje të vinë me fotografi. Dënimi kur të shkon me fotografi. Për që ata e shohin vetë dënimin që, shkeljen që kanë bërë. Domethënë çdo job përcjellet me një foto, me një dëshmi që nxjerret nga sistemi dhe i dërgohet palës, në këtë rast qytetarit që ka bërë shkelje në trafik apo shkelje tjetër dhe i shkon me post bashkarisht me foton e nxjerr nga sistemi të shkeljes që është bërë. Për kaq për ju sa po zbatohet ky projekt, a mund të kemi një përqindje sa është vlera e zbatueshmërisë? Mund të them, ne këto të bazuar dhe në dhënat me kolegë që kemi të biseduar nga policia e Kosovës, janë, të them, jashtëzakonisht janë treguar të suksesshme. Sa i përket aksidenteve goditdhej, ku pjesëmarrësit në komunikacion shkaktojnë aksidentin dhe ikin nga vendi i ngjarjes, kemi zbulueshmëri 100%. Pra aty ku mbulohet nga kamera kemi zbulueshmëri 100%. Kemi një rritje të zbulueshmërisë të rasteve mbi 30%, edhe të rasteve të aksidenteve që ndodhin, mirë po edhe të rasteve rasteve tjera kriminale, se këto nuk e monitorojnë vetëm trafikun, për them, i monitorojnë në hapësirat publike dhe kemi një rritje të zbulueshmërisë të rasteve kriminale, por edhe një ulje të veprave kriminale në përgjithësinë e kryeqytetit, por kemi një ulje mbi 30-35% të rasteve të raportuara nga policia e Kosovës. Pra, janë treguar jashtëzakonisht shumë efikase deri tani, po prapë them se është vetëm një pjesë, mos them vetëm gjysma e projektit. Me përfundimin e këtij projekti dhe në vitin e ardhshëm, besoj që edhe zbulueshmëria, por dhe siguria publike në kryeqytet do të rritet. A prisni që të ndikoj në uljen e aksidenteve përveç tjera? Patjetër që do të ndikoj edhe në vetëdijsimin e qytetarëve. Duhet të kemi edhe një apel qytetarëve që realisht kjo nuk është bërë për të dëmtuar ata. Kjo është bërë që të bëhet monitorimi dhe të bëhen parandalimet e aksidenteve dhe të rregullohet komunikacioni si një brengave dhe problemeve që i ka kryeqyteti, por edhe të ngritet vetdia e qytetarëve që të kenë kujdes gjatë vozitjes në kryeqytet. Ju thatë që në fillim të janarit do të bëhet edhe zgjerimi, do të shtohet numri i kamerave. Sa do të jetë mjaftueshme për të mbuluar territorin e Prishtinës? Domethënë sipas planit, gjithë territori i Prishtinës do të mbulohet në ato pikat. Plani është vetëm është i përfunduar me hartë se ku do të vendosen kamerat dhe kjo absolutisht që do ta mbuloj hapësirën e kryeqytetit dhe do t'i ndihmoj jo vetëm policisë së Kosovës, por edhe institucioneve të kryeqytetit që të kenë një pasqyrë më të mirë të sigurisë publike, të mobilitetit, të trafikut, por edhe veprave tjera që mund të ndodhin në kryeqytet. E ditë nëse ke ndonjë pyetje? I ke përfundu të gjitha, faleminderit shumë zotri Fushticës, faleminderit ty Merit, ishe shkëlqyeshme. Faleminderit shumë, faleminderit zoti Fushtica për Faleminderit dhe punë të mbarë, edhe për shëndetje edhe për studion dhe për editën. Faleminderit shumë.